Pastaj vazhdoni ju. 3, 2, 1, eci. As shi, as breshër, as bor, as diell, as gjë si ndal të guximshmi. Dhe sot jemi në zemër të veriut në Rubik, zona e bashkisë së Shërditës, ku na pret sot Berti, kryetar. Mirë se erdhët. Sërish faleminderit për këtë mikpritje. Nuk më vetë të informuar nis jam për fundit kam marrë nga një shfaqje teatri që kam bërë në Kishëllondën këtu. Edhe kaq, po jam e gatshme të di akoma dhe më shumë. Do jetë një udhim i bukur dhe Isaka ka marrë Unë kam sjell një super djalë që është Zemi. E ka për kushën. Qef keq dhe një qef. Te Maruti, ky është inxhinier i legjend, 13 vjet, që ke marrë në pa një farë. Ai është ai 13 vjet, një shpinë botë. Mes Tiranës, pra, mes Tiranës, emri jemi mirë. Po normale ti. Jo, jo jemi. Emri tanë. Unë do të Bedri është legjend, dhe ju shqiptar. Policë shqiptar, dhe tuj shqiptar jemi dhe çat vit, jemi vit po. Në legjend. Cilat janë pak a shumë ne kemi shqiptar. Shqiptar fort. Dali të ndoshë për shumë vitë pas që të më shumë. Ka zonë, shumica e njerëzve për shumë shpara për dorë. Po, jo pasta e çdo gjë tjetër. Çfarë bëjmë ne? Po do të bëjmë specialistë. Dhe nurët e këto, ato që i kanë bërë nëna tona, jeni Barea Tirana dhe i bën si nëna tona dikush. Kjo është një gjë fantastike. E dyta është shisa, e ma shumë pasë. Si duhet? Kështu duhet, pra një biznes i mirë, ke një ushqim të mirë, me në emrin e mirë, edhe do me thënë, te emër e marë folë si konë duke e qujë si me që shpia vetë, apo? Se ku fleti, a ku si? Se do harë zërë, me grupit e Top Chef. Edhe Gramsci ka dhënë gjashtë. Jo, nuk jam gjashtë, por mbraproj. Pse të çmendi kjo raki? E ku kala la më ma ke, Jemi me Zyshnetja, pronare në Hotel Maruti, prej 15 vitesh në zemër të Rubikut. Mos është momenti Lotrës, mos është momenti? Profesorit.